Ky njeri shprehu mendimet e tij lidhur me traditat dhe jetesën e tij. Ai shprehu kënaqësinë për traditat e mëparshme duke theksuar se ato kanë qenë një pjesë e rëndësishme e kulturës dhe jetës së tij. Megjithatë, ai shprehu shqetësimin se këto tradita tani janë paksuar dhe në shumë raste nuk vlerësohen më si duhet. Ai beson se vlerat dhe praktikat e kaluara duhet të ruhen e të respektohen, pasi ato janë pjesë e identitetit të shoqërisë tonë. Për sa i përket jetës së tij personale, theksoi se jeton një jetë të shëndetshme dhe ka një rutinë të shëndetshme ditore. Ai ndjen se është në harmoni me veten dhe nuk ankon për asgjë, duke u përpjekur gjithmonë të mbajë një qëndrim pozitiv ndaj jetës së tij. Në përgjithësi, ai është një njeri që përpiqet të jetojë në periudhë me vlerat që ka, duke u fokusuar në shëndetin e tij fizik dhe mendor, dhe duke ruajtur një lidhje me traditat e tij, dhe pse ato nuk janë aq të pranishme në jetën e tij të përditshme. Adem Maloku, Prej cilit vend? fshatit Bradash, komuna Podujevës. Podujeva. Po, Edhe kallëzom sa vjet i ki? i kam 70 vjetë. 70 vjet. Qysh je me shnet? Me shnet mirë jam. Janë do ankesa ka pak, po mirë është. Çka po anka? Qka po ankan? Nazat s'po rrinë rahat, po nervozojnë. A i ke festu në i herë ditëlindjen? Atë kanë festu? Ditëlindjen, po, kemë festu, tash kohën e fundit, valla se përpara Përpara s'kena s'kena ditë, festuar. jo. E tash po, tash. Kallëzom çka ma në men prej kur je kanë i vogël? Vaj, kur qenë i vogël, odat se une jem jetim i ri. Baba më ka dek 12 vjeçari më thonë, edhe ku ne për oda baja ki shumë. Edhe gjithë herë ku pas që me ndëgju historit e vjetra, edhe traditat, qysh janë kone, qka janë kone. A kine histori që kështë dashme nga kallëzu? Po i tash, historia ka shumë, se që historinë po të regoj. Po. Na jem me prejardhje prej strelësit Deçanit. Edhe të partë tonë kanë shku fshatin Bajsin, Po. pej Bajsin në Bradash, aty jem tash familje madhe, edhe trungun familjar e di krejt derin, ma të voglin ren, është i shkrum, edhe qështu, tash tjetër histori, s'po di që ka me thonë e këto ma thjesht. Qfar tradita që keni pas ma përpara? Tradit. Punue, kena punue gjithçka. Pej shatje, kose, dërtimtarije, shkollën e mesme kom të kryme, gjimnazin, vitin 1974 kom diplomue. Kom punu nga 12 vjetë në administratën Rami Sadik, 89 në qitën, pe pune, edhe është mu marë me ndërtimtari për me sigurue bukën se edhe deri tash vonë. Tash jam pension. Qysh është jeta mas pension? Jeta atëhere ka pas kame, kohën tonë ka pas kame të madhe. Kushtet nuk janë kanë është mirë. Kushtet nuk janë kanë, ke pas gjithçka ke pas, po o konë gëzimi, o konë hareja, o konë gjithë dashnia në me vete, o konë tash, gjitha i kje, gjitha kushtet i kje, po nuk kje as hare, as dashni, as miqasi, as vlaznillak, këto i kena përqafuar edhe shumë mos po do këtë normali ke punë. Çka ka ndryshu prej kohës të ateshit? Pse nuk ka dashni tash? Çka i ka ndryshu njerëz?
Mas fort i ka ndryshuar njerëzit, i ka ndryshuar interesi. Interesi personal, mas forti, edhe interesi shoqëror, është mas tepër me interesi personal. Nuk e intereson kërku ja ki as ki. Nuk e intereson, nuk ka që me po mirë. Atëherë një punarë, një pus në paqëmqel, nuk e ke ditë ka për të vinë gurt për me ziduhe, ose një shpi munis. E tash ja, tash s'ka. O hu vllazën Allah, o hu misasia. Edhe me të ardhë dikush, me ardhë maksimumin një orë, 2, edhe shkon për shpi. Edhe ti me dalë diku me shku, qashtu dhe tash këta telefonat jena modernizu, jena hinë. Po tu që pak fare ti ka dhe telefone? Pa telefonit, për qa fumë në të sene qanë nuk jenë tonat. Tradita qasë jenë tonat, i kena për qafu tonat i kena lonë. Qa kështë dasht me rikëthy prej tradita? Krejt i kështë, krejt pe fillimi. Tash për darsma për shemë. As nuk thirët fëmija që është hareja e shpise, hareja darsme që jenë fëmija. Bijat, nuk i thirë kërkush. Nuk, ato vllazën laku shumë pak thirët në me veti, darsma. Darsma bëhet në restoran, nuk bëhet në shpi. Darsma kur bëhet në shpi, është hareja me mire, është reni me mire, është gjithë shkofjet. Në ardhë darsma kur e fillojshën ditën e hajte, filloj ke darsma, pa i qëshin tesha të nusja që këshin me quë, që aty filloj ke darsma, dekë thirët të tonën. Kur që të ke kuloqi. E tash, darsëm i kje 3 orë, 4 orë, ma shumë të edhe një djele kur... Kur ka fillu me ndryshu krejt kjo tradit, kjo kulturë? Këto ka fillu si do mos mas lufte, pak para lufte, po diçka, veç ja, si do mos mas lufte, i harom ato traditat, i harom. Kur gju hiç në ka met pe traditat. As odat që në kohë në shkollë, unë krejt historinë, çfarë do historie, krejt që kanë ditë që ata plesht, unë e ku marrë edhe di, sot moj me shku, veç pritoj se liber moj me shku. Po, kur t'i harrësh traditat tua, e i përqafojsh të hujat, në atash pishe edhe vetë. Veshën me vesh arabe të lifare, me vesh përëndimit, veshën të unë e këna harruë. Qëfar veshje u kona? Veshje komtare, me pshellak, me zavjaq, janë konë edhe dimit, për po janë konë edhe dimit, janë konë, po ato që janë konë ma heret, janë si janë kërkumë. Janë harë. Veç që janë do që nuk i harrojnë traditat e mund është me ble, për me thonë që po e vesh dikur në darsëm shumë pak. A shkon ti tash në për darsma? Jo. Nuk rrallë, vetëm që s'bën pa shku, se nuk kam e darsma për plesma. Tar darsma bëhet veç për 3. A ke boti darsëm? Kur e martona? Po. Po darsëm, po. Darsëm atëherë kom... që qatë i drua kam, aja kom 16 vjeqë, ne kom 18 vjeqë. Vetë 3 gjimnazë, kur jem dalë e martohë. Darsëm kena bo, darsëm kretë, mahalla edhe një pjesë e katonit që kena posë nevoj, janë thirë atëherë, apo darsëm me madhe, darsëm me 100-200 vetë, mas pakti, edhe ka pas atë jeshinë vetë. Tash s'ka jeshin. Atëherë marshëm, dushe shkoj shumë në malë, e kerët e bullave, e marshëm e mlejshëm, me ato shtagat, e që në qylymat, edhe neshëm. E tash me kere,
dikur me kuale, dikur me traktore, tash me kere, po nuk, pe duka gjini, kënena i shë, i mojnë do tradita. Edhe sa për me incizu këtu sende se mu për vetëm ka marrë malë me pa një darsëm që shëko. A ki në i foto, në i video darsën stane? Jo, kretë, qka ka pas nga kanë sosën luft. Hiq nga kanë metë, zenë, hiq. Bejt zera sërdar me anisë që kur jena kryt e shpijës, s'ke pas ku me hik, me shti kryt. Qfar periude kena në luftë? Luftën? Qfar periude u kone vështirë? Periuda... Sa keni mujt me adal me ato kushte? Nëse 98, 99, përse do mëse 99, deri hinë forcat e natës, se une gjithë herë ju kom afru kufinit servis, për zotin po, që ashtu, unë kom pas misasin në Altanena, edhe falë zotit jena pështuhe, kur nuk më shkrushin dekt, se me besuat i nuk beson, me po sa qëtu në qitë lisë. Na qëtu, edhe me shkuat 2 herë, pejs në alti, kryet jo pashën dektu, edhe këtë mitraleza e kishin për para kështu në gjithë. Po kur asë një ullë, 5 ushtarë, kur nuk këshyë një mjullë, kënena, po veç poshë këshyshit. Edhe në shku dhere, poshë, prapjen këthyë në qatë. Veç me bashku sytë, po kur së më shkrushin dekt. Që aty ku besu është plëtsisht që është dikush që i bënë këto punë është zote. Ajo është. Qka ju kështë thonë diçka familjarëve që e kanë humbë një familjarë të në luftë? Në i mesazh? Mesazh nuk di më shprej. Se inshallah Zotja u qënë sabër në basforti edhe krenarin, po më dhimën që po doke që s'ka pas për këtë me shku. Pse? Qëri se janë të bo. Ata nuk jenë vra, e nuk jenë dek, për me bo në parlament të qa jenë të bo. Politikanët të vënë. Dhe zoti pa i marru më se lashtë. Po këtë popull o po budalë, se këtë duhet me shku edhe me janë zonë dhe në parlament, asë një mus me lëshu aty. Me bohajgare, bre. Kjo nuk kanë duhet kur mëre. A leti që kemë shtetin hulaj mërë, asë jem në kombet bashkumë, asë jem kërkuhis, asë jem... Gjithë herë i kena hupë që tësh. Se me lufta kanë luftuashim gjithë herë. Po, në qëto kanë kry që i kena hupë. Nëse kishe... Ato konferencat e Londres, ato Jaltës, ato të në. Nëse kishe pas mundësi me ndryshu diçka këto, qka këshe ndryshu? Në këtë vend? Këtë vena i kësha shu këto parti politike krejtë. Edhe e mira, këta nuk jënë të vedisu që jënë të bu. Edhe hiq. As kësha lon parlament, as kësha lon hiq. Dhe ti merë ja Amerika, ja dikush që qëllë hese. Kjo me bohajgare, që 26 vjetë liri, edhe mas mrami, me bohajgare, kjo është marrim. Asë të menu kush për këtë popull. Këtë popull s'di qësh për dura. A ke menu në herë me jetu jashtë Kosovës? Jo, s'ko menu. Nuk ko menu kur.
gjithë herë jë mundu me punu, me kontribu, që tu me dhonë kontribut. Po, tash, a pishe as një i rizë dhe me metrë. Këtë falë politikave që ty në politikanëve tonë. Se me pa bo kushtet, e mu interesua për popull, e për rini, e mu bo fabrikat, e me ardhin investitorat tu, e me bo, po, si jënë të menu këta për popull, këta jënë vesh qysh me shkatërru këtë vend, edhe me hup, me ardhë prapë Serbia këtë. Qka ju kështë thonë diçka krejt rinis që po ike jashtë Kosovës? Qka me thonë rinis? Aj që e ka marrë shkollën e diçka jo dalë. Rinisi kësha thonë, po nuk moj me thonë, rinja mune me më kritikohet, po se qa po të rëhë ty. Veç une rinisi kësha thonë, venin e ju mos e lëshoni, hajde kontriboni e mos i këqyri politikanët që po në bojnë. Po kontriboni këtë vend, edhe qysh kanë kontribuar rinia për para, qysh edhe u shprazë mëre, une s'pëmuj me marë me men. Qëfar rini e u ka në atë ko? Rinia për para o pjek ma heret se rinia sotit. A konë me pjekne. Vitet të dheta, asë një eri, muj me të thonë, 90% rinis ka marrë pjesën të demonstrata. 90% punëtore ka marrë pjesën të demonstrata. Sot punëtorë të Rami Sadikut jena konë për minë 9.000 punëtorë. Në mëngjes kur vishëm me autobusa, 1, 2, 3 prill. Vishëm për autobusa e shkojshin deri të konviktet atje, i marëshin studentët të shtishin mes, edhe shëshin drejt pjetë poshtë. Ka katretrolja e tash to sheshet që jenë rënë. Wallahi sot nuk i përmen kush punëtojt Rami Sadikut që ka marrë pjesë. Ilas Kurteshi, o konë drejtor i elektroekonomisë. Ajë në demonstrata ju ka pri punëtorëve të vetë pe Obiliqi e Dektertin në Prishtinë, në Dardani, tu kjo sheshi për Clintonit. Për më doket për shumë me sytë mi. E sot ku dalën së të të. Atëherë e në konë matë bashkum, viteve 90-a, matë bashkum se viteve 90-a së konë po kur me bashkum, jënë konë pajtimi i gjasheve, rinia u ka pri, me Anton Setën, me Zekria Carën, e me këtatë. E përmendet që je martu shumë miri, a? A ke gjithë veta me mësit? Wallahi, në gjene që me mësit, që na jenë një fshati, jenë këjshie, aty po qashtu. Me mësit? Me mësit. A ma mi me gjithë veta me mësit? O, tash ka ndryshuar rëthonat, se ma mirë është, marrë është në me vete ata. Ma e mirë se dialogu s'ka. Po, tash tjera stene janë tjera, kushte janë tjera, kërkesa janë tjera, gjithë. E tash, ma shumë ka divorcime se martesa. Psa? Ka shumë arsye, pse mas pari nuk e kuptojnë shoqën. Kur hish një martes, ose një fejes, ose një bashk,
jetesë, se duhet me pas pak përbashkëta se jo veç cilët jam ujmë. Këtu dhe ishta me të pytë për fond, që shruhet një martesë për me kalu një çift mirë mes vetë? Harmoni e dy anshme. Jo me rrajt, jo me tradhtuar, po me konë i sinqert. E kushtet tash, atëherë janë konë tjera, tash janë kushtet tjera, tash s'krahasohen me kujtë, tash unë nuk i di kërkesat as ati, po me desht, kur është vullneti, bëhet gjithçka. Faleminderit shumë për kohën tënde. Me nërkoshi, me shalla, kjo rini kthehet e punon vend vet, e në prosperitet, e në shalla nuk e hupëm që të liri që e kem,